Çfarë janë gjërat të cilat nuk e prishin agjërimin, që mendohet se ndoshta mund ta prishin, por realisht nuk e prishin. Ne përmendëm ngrënien dhe pija me harres. Ajo nuk e prish agjërimin. Nëse vjell vetvetiu dhe nuk e provokon ti, e tham që edhe kjo nuk e prish agjërimin. Futja e gjithçkaje pluhur, rër, apo ndoshta edhe misçkonja, insekte nga të voglat fare që futen dhe ti nuk, domethënë u fut ashtu dhe kaloi. Nuk kishin dëshirën tënde. As këto nuk e prishin agjërimin. Përdorimi i misvakut, e ka përdor pejgamberi sallallahu alajhi wasallam misvakun dhe nuk e ka prish agjërimin. Gjilpërat kuruse tham, nuk e prishin agjërimin. Sekrecione të ndryshme të cilat dalin qoftë nga ana e epshit apo nga ana e mundimit, siç është medhi dhe wedi për shembull, medhi që del ndoshta nga epshi, wedi del edhe nga ngarkesa, nga puna e rëndë kështu me radhë. Të gjitha sekrecionet e tilla nuk e prishin agjërimin nëse njeriu nuk ka kaluar domethënë deri në gradën e asaj që përmendën domethënë masturbimit apo orgazmës. Përcjellja e pështymës, edhe ajo nuk e mjafton që nuk ka dalur. Ulemat kanë thënë, momenti që del nga goja, ajo konsiderohet diçka e jashtme. Edhe pse ishte tek ty para 5 sekondash, çdo gjë që vjen tash nga jashtë është diçka e huaj që futet, ajo e prish. A brenda gojës, gjithçka që lidhet me pështymën, me gëllbazën, falni për shprehinë e kështu me radhë, ato nuk e prishin agjërimin. Edhe hijamja gjithashtu nuk e prish agjërimin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa saim, ka bër hijame pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë i agjëruar. Gjithashtu agjërimin nuk e prish shijimi apo në gatim. Qoftë për kuzhinierin në kuzhinë, në restorant ku mund të jetë ai, apo dhe amviset e shtëpisë, gratë, femrat tona domethënë, duan të provojnë ushqimin vetëm nëpërmjet majës fillimit të gjuhës dhe jo duke e gëlltitur dhe të kaloj, ajo e prish. Thjesht me ka krip e kështu me radhë, nuk e prish agjërimin. Larja e dhëmbëve, deri dhe shkulja e dhëmbëve apo kurimi i dhëmbëve, nëse nga të gjitha lëngjet qofshin prej teje, nëse dalin dhe futen prap, apo lëngjet e mjekut, nuk kalon diçka në bark, edhe kjo nuk e prish agjërimin. Janë këto karafilet e vegjël, ja, nëse doni shikoni kështu për kuriozitet, ja, këto karafilet e vegjël, këto mund përdoren ose kanell, ose këto mund përdoren në agjërim, sepse janë krejtësisht të thara. Këta e kanë thënë ulemat që në kohën e selefëve, jo për këtë, për shumë gjëra të tjera. Me kush që kjo mos ketë lëng të vetin. Çdo lloj produkti, ka disa lloje çamçakizësh të cilët kanë produkt të vetin, kanë sheqer të shtuar të vetin, dhe ajo shtohet bashkë me pështymën tënde dhe kur kalon ajo e prish. A nëse janë produkte, të gjitha këto lloj produktesh, të cilat janë krejtësisht të thara, dhe thjesht e ke për aromën e gojës apo për dobi shëndetësore, edhe kjo nuk e prish agjërimin, por nga etika islame është që mos të shfaqen. Përse? Sepse je duke treguar qoftë dhe padashje personat të tjerë sikur ti po konsumon diçka, sikur ti po han diçka dhe nuk po respekton ditën e agjërimit.